Stomaku juaj ju bën zhurmë vazhdimisht, kjo është arsyeja, njihuni me përgjigjen e ekspertëve. Ka disa arsye pse stomaku juaj nuk pushon së gjumuari dhe ndiheni vazhdimisht të uritur. Ju mund të mos hani, mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e trupit tuaj për energji. Kjo është gjithashtu e rëndësishme të mendoni për zgjedhjen e ushqimit dhe faktorët e stilit të jetesës. Llojet e ushqimit që hani nëse keni humbur peshkot e fundit, sa stërviteni dhe sa flini, të gjitha mund të ndikojnë në atë se sa shpesh ndiheni të uritur ose stomaku juaj është vazhdimisht duke bërë zhurmë. Ja disa arsye pse njerëzit ndihen të uritur edhe pas një vakti. Hulumtimet kanë treguar se uria nuk është e njëjtë për të gjitha ushqimet. Nëse jeni të uritur ose stomaku juaj gjumon vazhdimisht, me siguri keni dëshirë për ushqime të pasura me sheqer, karbohidrate ose yndyrë. Kjo mund të jetë arsyeja pse njerëzit rrallë thonë se dëshirojnë një mollë. Në vend të kësaj, ne priremi të dëshirojmë patate të skuqura, tortilla, biskota dhe pica. Tingëllon kundërvënie. Por ngrënia e disa ushqimeve mund t'ju bëjë të ndiheni më të uritur. Karbohidratet nuk i shtypin hormonet e urisë për aq kohë sa yndyra ose proteinat. Ushqimet shumë të përpunuara duket se nxisin oreksin. Megjithatë, shkencëtarët janë ende të paqartë sepse dhe burimet e lëngshme të kalorive si smoothie janë më pak mbushëse se sa të ngurtat. Ushqimet me kalori të lartë, të paktën tek brejtësit, shkaktojnë inflamacion në zonat e trurit që rregullojnë peshën trupore që rrit konsumimin e këtyre ushqimeve. Të hanë sa më shumë që të munden, ndërsa ushqimi është i bollshëm ka kuptim për arinjt që janë gati të bien në gjumin dimëror, për shembull. Por nëse njëjti inflamacion ndodh në trurin e njerëzve, mund të krijojë një cikël të ndjenjës urisë dhe të zgjedhjes ushqimeve të shijshme me kalori të lartë pa pushim. Stresi i rënd rrit kortizolin, i njohur si hormoni i stresit, i cili nga ana tjetër mund të shkaktojë rritje të oreksit. Përveç kësaj është treguar se stresi zakonisht i bën njerëzit të kërkojnë ushqime të këndshme si karbohidratet e rafinuara dhe ëmbëlsirat, të cilat nuk mund t'ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Përpiquni që të gjeni mënyra të tjera për të reduktuar stresin që ndjeni. Për shembull, duke bërë një shëtitje ose duke ushtruar në shtëpi. Gjumi luan një rol kyç në rregullimin e hormoneve të cilat ndihmojnë në rregullimin e urisë, thonë mjekët. Megjithatë, mungesa e gjumit ka qenë e lidhur me rritjen e niveleve të ngrelinës, një hormon stimulues i oreksit, dhe uljen e niveleve të leptinës, një hormon i ngopjes. Me pak fjalë, kur nuk keni fjetur mjaftueshëm, keni më shumë gjasa të ndiheni të uritur dhe të dëshironi ushqime me sheqer. Përqendrohuni në adoptimin e zakoneve të mira të gjumit, duke shmangur alkoolin dhe ushqimin para gjumit dhe duke lënë pajisje si telefoni apo laptopi juaj në një dhomë tjetër. Uria që ndjeni është shpesh etja e maskuar për shkak të dehidratimit. Meqense etja, oreksi dhe uria kontrollohen nga e njëjta zonë e trurit, nuk është gjithmonë e lehtë të dallosh nëse je vërtet i uritur apo thjesht i etur. Pra sigurohuni të qëndroni të hidratuar për të rritur funksionin e duhur të trupit tuaj dhe për të shmangur dëshirat. Është e mundur që ndjenja e fortë ose e pakënaqur e urisë është një shenjë e ndonjë gjendje patologjike të tanishme ose të afërt. Të parët që më vinë nërmend, thot eksperti, janë diabeti, hipertiroidizmi, por ndoshta është e lidhur me sindromon premenstruale, depresion ose çrregullimin e ankthit. Nëse dyshojmë për këtë, është e rëndësishme ta diskutoni ato me mjekun tuaj.